Shejtani është armik i njeriut dhe njeriu duhet ta trajtoj armik, do thotë çush na ka mësuar me trajtu neve Zoti xheleshanu. Për arsye Allahu thotë në surën Fatir, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani është armik juaj i përbetuar, andaj trajtojeni ato si armik. Andaj kur e trajton atë si armik, pastaj ruhesh prej tij. Çështja e dytë është, tham fillim që vetë natyra e njeriu që e ka kriju Allahu azza është se njeriu është lakmitar. Shtoja kësaj pastaj edhe armiqësia e shejtanit, i cili vazhdimisht provon lakmi tek njeriu dhe bën atë që të mos jetë i kënaqur as pak, as me bashkëshortin e tij, as me jetën e tij, as me familjen e tij, as me pasurinë e tij, vazhdimisht e shtin me lakmu. Dhe kjo është reale për shejtanin për shkak se na ka treguar për këtë çështje ai i cili na ka krijuar edhe neve, edhe shejtanin, edhe çdo gjë. Çka thot Allahu azza wajal, thot Zoti xhelalu ala ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Shejtani mallkuar vazhdimisht promovon varfëri. Promovimi i varfërisë çka bën? E shton lakmin për pasuri. Se vazhdimisht njeriu nuk ndjen siguri. Vazhdimisht njeriu e sheh veten të varfër, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu vendos varfërim në sytë e ty dhe nuk ngopen sytë e ty as pak me pasuri. Wa ya'murukum bil-fahsha. E pastaj kur ti ushtihe me lakmu për të pasuruar, ai nuk rrin me kaç. Ya'murukum bil-fahsha. Ju shtin me bo, do thot harame, gjunohe. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kurse Zoti juaj ju premton juve falje edhe mirësi të panumërta. Mirësi të panumërta, bashkëshorte ndershme, fëmijë të hajrit, iman të shëndosh edhe pasuri të shëndosh.